Edi Martini do të jetë trajneri i ri i skuadrës së Vllaznisë. Palët kanë arritur marrëveshjen dhe klubi ka prezantuar trajnerin e ri Shkodran, i cili do të drejtojë skuadrën kuqeblu në sezonin e ardhshëm. Martini do të pasojë në këtë detyrë trajnerin Tomas Brdarić. Shkodrani vjen pas drejtimit të Trepçës në Kosovë, ndërsa tashmë do të fillojë punën në krye të skuadrës së Vllaznisë. Për Martinin ky është një rikthim në pankinën e Shkodranëve pas 15 vitesh, ku më parë ai ka drejtuar në sezonin 2009-2010. Në vitet e fundit në superiore, Martini ka arritur të fitojë kampionatin me Teutën në edicionin 2020-2021 dhe po ashtu triumfoi edhe me Kupën e Shqipërisë në sezonin 2019-2020, pa harruar edhe triumfin në Superkupë me Teutën në vitin 2021. 50-vjeçari ka spikatur si futbollist me fanellën e Vllaznisë, por Martini ka dhe një karrierë të pasur si trajner. Tashmë drejtuesit e skuadrës brenda pak kohësh do të nisin edhe përgatitjet dhe merkaton për sezonin e ardhshëm, e cila do ndërtohet në bazë të ideve të trajnerit Martini, i cili do të jetë në krye të pankinës shkodrane.